Unë mendoj që Glauku ka qenë shumë i qartë në deklarimin e tij pas marrjes së mandatarit prej Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes, ku e tha që po tentojmë me kriju një qeveri të përkohshme, e cila si detyrë ka kalimin e buxhetit, edhe votimin e pakës për planit të rritjes që i duhet për me marrë funde prej Bashkimit Evropian, edhe të njëjtën kohë me kriju një farë situate, një klim pak më të favorshme për zgjedhje parlamentare, mos me pas nevojë hipotetikisht të shkojmë në dy palë zgjedhje. Kjo është çka ka thonë Glauku, por nuk mund të themi që ka lyp Vetëvendosja këtë rast vota për një qeveri që do të jetë afatgjate. Ka qenë shumë i sinqert. Realisht na deklarat, kështu që është publike dhe nuk është që mundemi tash me ndryshu, se Visari e thoj kjo shpesh sikur e ka thonë me më votu patjetër mu për një qeveri afatgjate, 4 vjeçor, nuk ka qenë ashtu. Po ka lyp për një qeveri të përkohshme, vetëm e ka lyp këtë fazën e buxhetit. Po ju ka lidhje Visari sepse Kosova për shkak të rrethonave në cilat ndodhemi, rrezikon që shumë funksione edhe shumë. Që të një pyetje, çka i vjen për shembull për çat qeveri, veç për buxhetin të plan të rritjes, 19 ministra. Kurna? Qërë? Kishë sniva, jo niva. Ta përgjigja. Çka i vjen 19 ministra për shembull? Puna, kjo është qërë. Çka ka me bo Fatmir Spahi unë qatë qeveri për planin e rritjes? Çka ka me bo për shembull Fitore Parcolli në qatë qeveri? Çka ka me bo në qatë qeveri Nenad Rashić? Çka ka me bo në qatë qeveri Dimajt Basha? Kush bëhet kryetari i kuvendit? Kush bëhet nën kryetari i kuvendit me Nenad Rashićin? Çka jeni të folë vëlla? Nga ma bën një sekond. Halo se kemi po propozimin e Glaukut për kabinetin e tij. Albini tha, unë po bona ministri jashtë. Unë tha po bona ministri jashtë, Glauku bëhet kryeministër. Se kemi po. Na po flasim me kabinetin e Glaukut. Na po flasim me informata që i kemi. Me informata që i kemi. Po unë po folim me informatat cilat unë po supozoj kështu, edhe sepse informatat nuk i kemi për çush ka me kon, a ka me kon ky kabinet i tij apo ka me kon tjetër. Mundësia që me kon ky kabinet e vërtetë. Por gjithë keqe s'ka, edhe nëse është ky kabinet. Veç atë se jem të folë sinqerisht, mos të bëjnë ndrëdhina. Deri tash çka dimna është që ky kabinet i propozuar. Sipas fjalës së zotit Kurti, veç dy gjëra ndryshojnë. Ku po shkruan Glauku Konjukca shkruan Albin Kurti, ku po shkruan Albin Kurti shkruan Glauku Konjukca. Çka s'dina na? E vërtetë. Na ata kanë ndram krejt, absolutisht mund. Na nuk mundna me bëu analizë në bazë të supozimeve, po në bazë të informatave që kemi. Po në rregull, po edhe nëse është çep, pezojna çike qeveri ka me qenë, Albin Kurti ministër jashtëm, Glauku kryeministër, kur gjë të keqe s'ka. E rëndësishme është çka fiton Kosova në këtë rast. E rëndësishme është në çet fazë tash Visar. E rëndësishme është që nëse qeveria 4 vjeçare s'vo me pas. Po nëse qeveria 3 muajshe bën me ishte 25, apo. E rëndësishme është që Kosova në këtë fazë e ka lënë buxhetin, e voton planin e rritjes, edhe zgjedhjet parlamentare, të cilat kishin me zgjedh edhe presidenten në farë mënyre po buxhetin ase votoi qeveria. Partit opozitare po thojnë që një qeveri në detyrë nuk mund ta propozoj buxhetin, edhe duhet të jetë qeveri me të drejta të plota për me çu buxhetin. Edhe